Nuk është në rregull diçka jam të... Ai të një besë me edhe tini qëfar... Farire me Bobjan. Ja. Ja, unë alë ketë unë alë. Ketë unë alë kjo. Ku e gjelë këtu me në ndodhe, E të thesha, ma mirë, hajde këthejmi ma herët, Zoti s'provon, unë e di se Zoti s'provon, po. Çka marrë vesh bëni këtu, Pa. Këshire më rekomejtaj. Qëm të ditë kam ja majtë, heq. Po, përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Qka mojtë me të një muna i sena, kine e hë? As vetë se di, janë nisi si një qfar era, pi dëshim të akuaj diqka një qfar era dhe to, unë alë krejt. Ama, sen si jam të bos, jam të marrë vetë. Me thonë drejtë nuk mira vesh, po për këqyrë bashkë, mos për të një mojnë i se. Hajmi, si. Si ka lutë, ha? S'di. Ka ishi o këput. Shkreve të folë? Po, pompa ujit nuk ka qarkulluat të kanë zef ujin. Më ndodhë që kajtë motori u ka prish. Vala, po. Unë e shumë se era, vike era mrejnë. Po, se temperatura e ka shku. Po, zotin ka ishi. Ka ishi pas ka shku. Ketë motori. Po, ku je njësë kështu a? Për ku je njësë? O, kembe, feve njësë pa shëtitje me bo, po me familja, me dhe 400 km e kam me mërinë shpe. A kam pa tjetër me shkuses, nuk e kam... Mos u mërzet, o bu. Mos u mërzet. Qysh mos u mërzit me midis autobanit të qkaj të folë? Shëqër, a i një shnash jo tonë. Mirë. Mos u mërzet, sen që ndrejqët është. Sen që blijet. O, të kuptoj, që meta midis rrugë është ti. Malli është i dhem shumë, po nuk krahasuhet me shëndetin. Shto që mos u bo mara. Qysh mja, bo mara në shtash? Dëgjë mu mirë këtu, se nuk po njifi. Emri të shekit. Enis. Telefona ke? Po mëre, po. Dëgjësh, burë. Ta e po në numërin të në telefonit, ko ke me familje. Po qa jo, be? Nga burë. Ma lën të numërin e telefonit, që kjerën ku e ki, merë familjen, po të krypum. Mos bëj gare me ndërum se 400 kilometra, lese se kam problem. Burë, kjerë është kë. Me familje je, unë jam vetë. Me të bëj gare një me? E bajon e një qare. Seriozisht. Po të asë shumë njësë kur gjojsh po ma e vkerin, po thu mere... O, borë, qështë ta ka shkru zoti, ta ka shkru zoti më prish sot kyti, një pa shkru zoti me hupi, jam e ka me hup. Nuk ma lipe ty ta vash on, merre pa kur fa problemi. Jam të fjall me fjall burrav, nuk ka këti asi ma shtu. Nuk e lom pa koment, pa shta zoti po. Mere familjen që ti atje. One ja baj qarën, kërkoj të ashtindim e një këto si serves apo një marimonga, pa që atë e ndreq me regullojme se ndriqet kryesorja ratu e familje. Besu sa të mri edhe direkt kam unisme me ta prun kerin. Heq më së ba marakti për këtë. Kërën ki, që kjerë... Shkruje numrin. Po. Që? Po, 0... Shkruje vështë të... Po. Dele të që ki kjerë. Dele, hebri. Hebri të që ki kjeri. Hebri mas nejtë këtë. Numrin e ki... Driton. Kod kërën pun, më lajmëran, ma bjen vije, marë, kur fa problem. Mos u monoti me këtë. Veç kështë mas pengojt që të në rrugë. Këshyrin serves, nëse boti qka, kur të kthej, vetëm do të me ekë për rrugës se i pengojmë komunikacionin. Hajde, rruga e mborë, e mësu do marak. Shumë Sen që regullohet. Shumë falënderit. E që më stani. Këshire morë njerin, më ras se njof me asë kur gjoheq mere ta kerin, shko që e familjen me si ki me të rrugë.
Su me kerin ton me I vogël për më njerë hi këto. Këshire mocat të na prit. Su me ledeve që të për mas që janë kejtë, por zotin që lena të pashtë kerin. Ej. Qka pa thuve po dhe doth jam ma, me a këthyve kerin mos të mos menoj njëri se ku e ka që shë ka kerin. Po sot se edhe vono, edhe ajtë kish pas dyshim s'ta kish dan kerin. Po sho sot, e nesër kiko edhe mja që kerin edhe për kerin tanë me ngajtë. Mire ki, son edhe me shku shtash, vonë s'me me mrjas një mjeshtër. Jo, mire ki. Sume, hajde. Hajde së. E, qka vonë, dhe? Po, ofrem, së mas lokacionit që të po ma jep, po, edhe 3-400 metre. Po, bashkë qatë të dalë. Po, se këtë ma fut njoni qëtu. Po. E, po, hajde, prit qatë pra. Hajde, qa. To mirë, super, hajde. Po, je, breti të nëmë. Pa mojtë e bravo. Qysh je? A je mirë? Shumë. Rahat? Po ka Pushove? Mirë, t'ja pushova. I, vallaj, qysh jabe, qkaj të fol, deve se se m'ke ratu shumë, po gjumi s'm ka zonë me sa ta iki gale tash me mos të rje menja kesh diçka. Jo, bre, po. Shumë punë m'ke kri, valla po. Ti qëtore, ja? Qëto? Mashallah, mire pas ki. Na obligeme kem me një munja një tretir, kështu na kam sukumbi, feja. Valla po. Po, valla. S'moj ma të haru, po. Obligeme kem. Pasha zotin, po. Kam e dvejt diçka ma... Valerësh. Sa të kam borç për këtë mirë që ma ke borç. Veç që s'ma love familjen rrë. Që në përpare këto se ku po. Mjaftan, mi u lutë zotit, më meroj djemët, më meroj familjen, që për mu sa. Rallë ka kështu. Po, Enes, Valla po. Gati, i me pim kaj kafe, edhe të qëna të kjerët atje, Po që ta dashtë me më se drejt. ka ndrejq. Po është zotin. Më se ka ndrejq që... Jo, a di çka? Po shkina direkt, pina kafe dikon, shnosh, mase më njoftu shti, I vjen rejnë, ti ke marrë të unë kam marrë të Se kem tradit më orë safirit, të tjera me lëshu pa i kafe, o bu. Ja, nisoj, pima ti kafe dhe shkim të keri. Hajde. Hajde, hiç mos e mërzit. Djargoj be pjete, mos e merë matë, hik. Marë që dritonën në një mujë banë marë, që thatë mirë ma boni. Me thirë me vetë që shikohë rejnët. Alo, driton, Alo, a jeti? jo më falë vlo, po drejtoni nuk është shpe, është rinë spital.
Po, a? Qofte kalume, qka është nëse serioza? Po i nderum, I ka kalu 2 operacione me një kost të shumë të madhe. E tash e ka operacionin e tretë, po s'di sa e ke njofti. Kejt qaj pat mundësit, kejt bizneset I shiti për me kalu këtë sprova, po për këtë fundit nuk e di që shkëna mi adaj. Po është zotit. E në cilin spital është be? Aha. Okej, në rregull, vlla. E më falë për pengesën, zoti ju ndihmoft. Veç dashta me ndryshu zonin. Hajde me të mira. Më falë kështu. Hajde. Sheve mos më konë njeri rahat, e. Hajde, përshëndetje. Pari se ishte se pak dhe falderit për kohën që ndajtët. Një qëfar pacientit driton këtu të jëmë do vëtë është? Driton Murati. Murati, po. Shame në me ju ndimu? Për me ndimu shte zdi shka me ndimu asë në asë jo, po ne kemi kontaktu me familjarët e vetë, ne kanë tregu rastin krejt, edhe ne kanë thonë që kushton këgjanje I kosta e lartë. Dhe qëmonë s'kemi bo, ne I kemi të bu ato. Dhe me thonë, është kompletu qka është kërku nga ona e mjekësis, por e ma tërsisht me e pam që vim të jo për Ispari. Jo, kush ketë? Jemi një meki dritonit, nuk është në rësi, edhe ju lutna për këtë mund, me thonë, që kemi marrë për si për natë, duhet me konë anonim. As dritonis duhet me ditë, as kërkushiq. Jo vetëm se kam dëshirë që shkoni të aratoni, që të regonit vërtetën se të hollat janë të bu. Tjetër se nga ka nërë, qysh ka nërë, dëshirë ajme është më skutohet. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve shumë për kujdesin dhe për gjithë shka. Çka është? U driton burri, për qyshezat, a I ma mirë? O, doktor, mirë me thonë, mirë në spital. Posh, do të mja dalë dyqysh, do të me mbledh forcën, mja dalë dyqysh. Driton në nësët, du më njëftu gjithka. Sot e kena pos një bamers, u kone dhe I ka përru më 30.000 euro për tyje, për me kryo operacionin ta. Po fatkeqësisht analiza që I ka pru tash, masë që ka hitë bamirësi, aty po delë që do të më vonë një intervenim pak më I gjonë. Edhe shtëporë që t'i ka sjella I bamirësi nuk na mjaftoi. Po, dorë zote, çdo e ki që e konit mirë për mas. Du me prit edhe pak, deri sa ta bëjmë një zgjidhje për ty e drejtën. Jo, doktor, nuk po presim hiç. Ati vllaut edhe pse s'pe nja, aty në vllaznive, Zoti ju ndihmoft me familje. E ti doktor, merr këto porë. Shko atje fëmija ku janë teleporti fëmijës. Këqër, cili fëmij ka nevojë për inë. Cili fëmij do të më shloshe, doktor. E inshallah me ato pare, I shtot jetës në fëmijës. E sa për drejtori dorë Zotit, sa ta ka shkruaj nëtë. Klota ato pare të fëmijëve, e ata vllazni që ka me ato pare, që dhe Zoti shkakof më mirë.
tash. E ka krybi shallë. Alo? Pra vllai dritoni ta? Po, Allah, unë e jam. Po është zotin, që ka të rej? A e kryti operacionin? A dojnë me sukses? Për fat keq jo. Një shok i veti, nga kishë dërgu shumën sa u dosht, 30.000 euro. Po një natë para, ju kësu gjendja edhe ma shumë. Shkebe të fol? Valoj po, një operacion tjetër ju deshke me bo 70.000 euro. Po të, Hajt. se diso e një dritunin aj, me përcin në vetë që e ka. Që ato 30.000 euro që ja dërgun, a i qej reportin e fmive, që t'ju den ndim. Po më duket edhe aje po që nuk opshte. Po është zotin që ta më kalzove. Hajde shka. Hajde t'i rapet ma vonën. Hajde, hajde. More Zot, me të vërtet ti je me mërisi më i sigur dhe më i drejt. Me më dhanë ymër 2 herë sa kam sot vjetë, nuk më kujtuhet kojna i kom bo kaq shumë mirë, për këtë mirë që më klejve ti, o Zot. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Storien tregim që e pam është një fjalë popullore që thot të mirën bëne edhe gjuje ndeti. Çka jep me kuptu? Kur të bësh mirë, kur mos harro që ka me ta kthy Zoti. Kur ta kthen ai e din. Për këtë Allahu në Kur'an kur thot për ata që bojnë punë të mira thot in ahsantum li anfusikum. Thët nëse keni bo mirë, vetit i keni bo. Kur mos e llogarit që i ke bo dikuj mirë, e ti ke me të keq. Ja, ti nëse dikuj i ke bo mirë, i ke bo vetit. Se ti kur je i dobishëm, për tjertë i e për vetën tonë, se ajo e mirë ka me të këtu herë do kur. Jo rasisht Allah Gjeleshanu e përmen në surën Kehf në Kur'an, në dodhijen e Musa a.s. me Hidrin, një njeri i dishëm, i cili për një thesar që ka qenë në një muri, një, një pasuri, një thesar që ka ekzistuar në një muri,
kur ja jep shpjegimin ky Hidri Musës, çka është puna e asaj pasuria aty nëna të muri, që duhet murujt ajo dhe një kohë caktuar derisa të bëhen ata fëmija pasardhësit zotë vetës për me marrë atë pasuri, ky njeri dishim i thët Musës, thët kjo pasuria atyre ju takon në rezultat i babës tyne. Këtu baba, komentatorët e Kuranit e përmendin që nuk është për qëllim baba i këtyre fëmijëve, po është shoka e 7, do më thonë 7 gjenerata përpara, ai baba, ai prindi ka qenë i mirë, ka qenë i dobishëm për njerëzit, për hatët që ai është qenë i mirë, gjenerat mas gjenerate, deri në 7 shok, 7 gjenerata i trashëgojnë të mirat prej atina. Për këtë, thët pejgamberi a.s. me një hadith kur është pyet, kush është njeri më i dobishëm? Kush është njeri më i mirë? Thët pejgamberi sa njeri më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ati që ja shohin hajrin tjertë, ai që ja zgjat dorën nevojtarëve, ai që e ndihmon dikon kur është në ndonjë hall, ndonjë telashe, ai që ndihmon dikujt me shlyni borxh, ai që ndihmon dikujt mi dhon borxh. Domethënë njeri që është shërbim tjerëve, ai është më i miri. Tregohet që një njeri thot sa herë për një gjeneratave të para, thot sa herë i kum bë dikujt ndaj të mirë. Thotë ne çat ditë nuk kum hongër bukë. Pse? Thot e kum di veten që jam i ngit. Kur i bëj mirë dikujt mu ka ngi trupi komplet edhe barkë kum një që s'kam nevojë me hongër se i kum bë mirë dikujt. Allahu Gjeleshanuhu, kur e ka përshkru Jusufin a.s. pejgamber si Jusufi që është kanë mo. Jusufi a.s. ka qenë pe krijesave më të bukura. Sa i përket bukurisë, pamjes, dukjes së jashtme, ka thonë pejgamberi Jusufi e ka pas gjysën e bukurisë të krijesave. Këtu përfshihen njerëzit, shpend, shtazd, natyra, çdo sa, gjysën e bukurisë të krijesave, Jusufi e ka pas. U konë shumë i bukur, për këtë edhe i kanë prej durt kur e kanë pa, aq i bukur konë. Mirë po kur e kanë përshkru Jusufin shokët e tina, qysh e kanë përshkru? Si kanë thonë ti je shumë i bukur. Po i kanë thonë, na po të shohim që ti je bëmirës i madh. Na po të shohim që ti je shumë bëmirës. Domethënë pa marrë parasysh pamjes të jashtme. Nëse mungon mirësia të njeri, bukuria nuk vlen. Po mundet me kono njeri jo i bukur. Do shta edhe i shëmtum. Po kur është i afërt me njerëzit, kur është i dobishëm për njerëzit, kur ju gjinet njerëzve, kur bën mirë, ky njeri të bëhet i dashur në zemrat e njerëzve. Andaj mos të harrojmë kur që kur ti bëj mirë dikuj, ta dim që herë do kur Zoti ka më na kthy atë mirë. Se Allah ka garantuar, po thot inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Zoti nuk ja hup mundin atyre që kanë bërë mirë. Pra po e ripërsëris fjalën e Zotit ku po thot in ahsantum li anfusikum. Nëse bëni mirë, keni bërë për veten juve. Ata keni mi gjetë frutat e asaj të mirës, keni mi gjetë edhe në këtë botë, po dhe nesër kur dilni para Zotit. Zoti na bëf vepër mirë gjithëve, edhe na bëf për atyre që gjithmonë jemi shërbys ndaj të mirës, kudo që jemi, e njoftëm apo se njoftëm. Ke i dashur apo s'ke i dashur për neve, të mirën gjithmonë me pas shprehjet tona.